Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa la aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala zalimin, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. I nderuar dhe shumë i dashur imam i xhamisë, kisha shumë kënaqësinë të jem në mesin tuaj sot. Dhe mbas asaj që kisha dëgjuar për ju, më bën dhe ende me të lumtur miqësia jonë e re, njohtësia jonë e re, që shpresoj se do të mbetet kështu siç është, dhe të shtohet edhe më tepër deri në Yawmul Qiyama. Dhe inshallah kur rrezon këtë miqësi dhe shoqëri vëllazëri tonën me mejlisin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe me mejlisin Allahu Jalla fil Ula në xhennet e Adn bi'idhnillah. Kam kënaqësinë që përpara një zëheristi të vjetër, përpara një hoxhe të nderuar, të dëgjuar të vendit ton, të marr fjalën dhe të më nderoj ai me kursinë e vet. Është ndër i veçantë për mua, për forumin e Trio Musliman dhe në emër tim dhe të forumit Trio Musliman. Ju përuroj, ju falenderoj juve, kryesin, xhamatin dhe gjithë dashamirët tuaj dhe lusë Allahun Azza wa Jall që ta bëj kabul këtë Ramazan, ta bëj kabul të gjitha duat, ta bëj kabul të gjitha lutjet e ta plotësoj të gjitha dëshirat. Ç'të them për Ramazanin? Ç'të them për agjerimin mbas asaj që është thënë këtu në Tetov? Mbas asaj që është thënë këtu në Tetov, jo vetëm për këtë Ramazan, po që është thënë këtu shekuj me radhë, që është thënë këtu nga hoxhallarët të mëdhenj të këtij vendi, të këtij qyteti, të kësaj kryeqendre të vendit tonë, filluar nga Xhamil Efendia e deri te hoxhallarët tjerë të cilët nuk mund t'i kujtoj unë emrat e tyre tani. Kam kënaqësinë që mas shumë vitesh një nxënës i tyre e një nipër i bijve të tyre të qëndroj këtu në këtë pozicion, dhe kjo është një nder i veçantë, është një përgjegjësi shumë e madhe në jetën kohë që të dalësh aty ku kanë dalur ata. Edhe unë sot kjo ende më shton krenarinë dhe më bën të jem krenar që jam këtu në qytetin tonë të dashur në Tetov. S'dua ta fsheh atë se të ligjërosh në vendlindje ose në vendet ku je rritur ka një ngjësi tjetër nga vendet ku nuk të njohin dhe as i ke njohur dhe të çon jetën ato vende, të paraqitesh, të ligjërosh, të këshillosh, të marrë fjalën, të flasësh për fen Allahu Xhalla Xhelalu. E sidomos kur ato vende nuk janë në tokat tona. Unë kam patur rastin të eci në shumë qytetet e Europës. Mi bu kënaqësinë që na falin qytetet tona. Vendlindja jonë nuk na falin vendet e huaja. Edhe ajo që e bën të veçantë është historia e këtyre vendeve. E kaluar e këtyre vendeve, sakrifica e këtyre vendeve dhe përpjekja e këtyre vendeve, viseve, trevave tona për fjalën e Allahu Xhalla Xhelalu, për ngritjen e flamurit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe ruajtjen e mesazhit të tij. Unë bram kisha rastin për herë të parë të marr fjalën, të përshëndes xhamatin e Gostivaret në xhamin e qytetit, në xhamin e Sahadit. Unë ka vite që kur jetoj këtu në tokat tona, që kur kam lindur që falem në atë xhami mirë, po mbram kisha kënaqësinë e veçantë të paraqitem në xhamin e Sahadit me disa fjalë, dhe që tani të kem një kënaqësi të ditë të madhe të paraqitem këtu në këtë xhami, në këtë vend që aq të gjithë e duam dhe që aq është i shmuar për të gjithë ne. Dhe lusim Allahun Azza wa Jall që neve të gjithëve të na bëjë trashëgimtar të denj të parëve tanë, të cilët e sollëm deri më këtu, edhe tani na lanë në duar neve të përcjellim më tutje fjalën Allahu Xhalla Xhelalu, dhe për këtë arsye
unë do të marr guximin që në këto kursi të vjetra të vazhdoj ligjërimin tim me emër Allahu xhalla xhelalu edhe me përgjegjësinë që e paraqita që e kam mbisupe kur trashëgojmë këto frone të mëdha të fjalës së Zotit që i kanë kultivuar, i kanë ngritur hoxhallarë të mëdhenj të trevave tona. Të dashur vëllezër, ku ta fillojmë? Do ta fillojmë aty ku e fillon Zoti. Allahu e fillon kështu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Sadaqallahu al-azim. Shihni vëllezër. Ajet që kemi dëgjuar shumë. Mirë, po unë do të potencoj këtu pjesën e fundit të ajetit. Min qablikum. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. Atyre përpara jush. Me këtë ne e shohim se qytetërimi islamik dhe unë ligjëratën sot këtu në prezencën tuaj do ta quaj Ramazani, agjërimi, qytetërim vlerash. Agjërimi nuk është një zakon. Agjërimi nuk është një adet, tetovarësh, gostivarasish, shqiptarësh, prizrenësish, bosnjakësh. Nuk është një adet arabësh, pakistanezësh e turqësh. Agjërimi është qytetërim në vete. Agjërimi është një element e një nga qytetërimet më të mëdha që kanë njohur njerëzimi dhe që kanë ditur njeriu ta bëjë njeri. Ky qytetërim pra e ka këtë element të fuqishëm, qytetërimi islamik e ka këtë element të fuqishëm, agjërimin, Ramazanin, dhe për këtë në lirisht mund ta quajmë agjërimin, agjërimi qytetërim vlerash. Qytetërim në vete është të agjëruarit. Mirë, po ky qytetërim nuk është një bid'a, nuk është një risi që e bën qytetërimin islamik dhe qytetërimin e agjërimit të huaj nga qytetërimet e mëhershme, të huaj nga qytetërimet tjera. Me këtë min qablikum, ashtu siç u është bërë obligim atyre për para jush, Allahu na bën neve trashëgues të qytetërimeve përparimtare më të hershme, edhe na vën neve një hallk të pandashme në historinë e zhvillimit njerëzor. Ne nuk pikëm nga qielli pa më qenë fare. Ne nuk ishim besimtarët e parë në to hapësira. E kam fjalën jo në tetov, në hapësira. Në hapësira, në këtë në qiell, në tokë, kishte shumë përpara nesh që luftuan për fjalën e Allahut azza xal. Allahu thot bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama da'ufu wama istakanu wallahu yuhibbu sabirin. Wa kay min nabiy esa pejgamber ka patur përpara Muhamedit sallallahu alaihi wasallam qatala ma'ahu ribbiyun kathir, që me atë kanë luftuar shumë ribiyun, njerëz të mëdhenj, edukatorë të mëdhenj, luftëtarë të mëdhenj. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama da'ufu wama istakanu wallahu yuhibbu sabirin. Dhe ata as që u dobësuan, as që u mërzitën nga ata të këqija, nga ato goditje, nga ato të bëra që i goditën në rrugën e Allahut azza në luftën e tyre në rrugën e Zotit. Wallahu yuhibbu sabirin, Allahu i do të rrugëtarët. Dhe në këtë rrugë të gjatë të njerëzve që kanë luftuar për Allahun xhalla xhelalu krah për krah pejgamberëve, ka patur njerëz që kanë njohur këtë vlerë të agjërimit. Edhe Allahu xhalla xhelalu kur na thot neve min qablikum, do të na thot se ju nuk jeni një qytetërim pa lidhje me të kaluarën, por që do të thot të njëjtën kohë se nuk jeni një qytetërim i cili do të shkëputet në të ardhmen. Ne kemi marrë vlerat e qytetërimeve përparimtare, i kemi trashëguar vlerat e të gjitha qytetërimeve përparimtare. Kur flas për qytetërime përparimtare, kanë fjalën për qytetërime të cilë qytetërime kanë ngritur pejgamberët e Allahut xhalla xhelalu. Popujt e tyre besnik që i kanë ndjekur këto pejgamberë, siç e lexova në ajetin që kaloi. Në këto vlera që i kishin i marrëm, dhe me këtë bëhemi ne pjesë e pandashme e historisë njerëzore, që qytetërimet tjera do të thotë nuk kanë mundësinë të na thonë neve se ju jeni paranjë, nuk keni lidhje me të kaluarën, s'keni pararendës. Jo, ne kemi rënë një thellë në të kaluarën e qytetërimit njerëzor. Dhe ne, nga qytetërimet përparimtare, kemi trashëguar vlerat më të larta. E prej këtyre vlerave është dhe ky siyam. Ky siyam ishte ke ben Israilet.
Ky siyam është sot të jehudit që kanë trashëguar atë rend. Ky siyam, ky agjerim është sot të krishterët që kanë trashëguar atë vlerë të një pejgamberi të madh. Pa marrë parasysh se si është zhvilluar në kohën tonë dhe më pas tij. Mirë po si element që është prezent agjerimi. A nuk e dim ne muslimanët se kush ishte agjerimi i Davudit alayhis salam? E në përkursit tonë të vjetra sa herë në kanë thënë hoxhallarët tanë, dhe mua si fëmijë më kujtojnë efendilerët e vendit tim, Shegranit, kur thoshin se agjerimi më i mirë është agjerimi i Davudit. Po pse është agjerimi më i mirë agjerimi i Davudit? Se një ditë agjeronte dhe një ditë nuk agjeronte. Shihni, një element i agjerimit të një qytetërim islamik përpara nesh, përpara Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po agjerimi i Isaut, a nuk është Isau ai që agjeronte dehr, kanë sumu dehr kullu. A nuk agjeronte ai gjithkohën, vazhdimisht. Pra ne i kemi trashëguar këto vlera në formën që Allahu xhelle xhelal desh të jetë më e përkryer, kështu siç e kemi ne të njohur agjerimin e muajit Ramazan. Pra, është shumë më rëndësishme të kuptojmë se ne nuk jemi të parët që agjerojmë. Kanë agjeruar popujt përpara nesh, por gjithnjë kanë qenë ata që kanë besuar Allahun, që kanë qenë të agjerueshëm. Dhe ne me këtë kemi vlerat të larta që i kemi trashëguar nga popujt islamik, i e them edhe një herë islamik më të hershëm. Sepse ky islam është që në fillimin e vet i këtij, huwa alladhi sammakum muslimin min qablu wa fi hadha, është ai Allahu apo Ibrahimi që ju quajti musliman juve min qabl, para këtij Kur'ani, wa fi hadha, dhe në këtë Kur'an. Islami është feja e Ademit. Islami është feja e Ibrahimit. Si thot Allahu për Ibrahimin alayhis salam, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin. Ibrahimi nuk ishte as jehudi, as i krishter. Ai ishte hanifa muslima, musliman i pastër, wa ma kana min al-mushrikin. Ai nuk ishte mushrik. Që do të thot, është shumë e drejtë kjo që tham ne, që thash unë, se në qytetrimin islamik më të hershëm përpara Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e kemi njohur në këtë vlerë dhe kemi trashëguar. E theksoj këtë, nga se ne kur jemi në Evropë dhe të sheh se agjeron një i krishter, ku është bërthama e qytetërimit të krishterë, në Zvicër, në Austri, në Gjermani, në Itali, edhe të shese janë tharë buzët, që bënd ti, të kalen mendje, jo, nuk më kalen mendje mua pse agjeroj, në qoftë se më kalen mendje mua, tani të kalen mendje ti shumë më herët, nga se ti, para meje ka agjeruar, bile, ju keni më shumë ditë se kemi ne për të agjeruar. Në qoftë të në akuzonim pse agjerojmë, nuk do të kishin të drejtë pse agjerojmë, sepse ne jemi trashëgues të qytetërimeve njerëzore më të hershme, duke trashëguar nga ata vlera dhe duke i kultivuar ende më tutje vlerat e Zotit, të cilat ai vazhdimisht i zhvillonte dhe kultivon në popujt e më hershme përmes pejgamberëve të tij. Në rregull, mbasi kanë agjeruar njerëzit dhe agjerojmë njerëzit, ç'na duhet? Çdo Allahu me agjerimin. Pyet e vëlla, çdo Allahu me agjerimin. Pse duhet të agjerojmë? Pse duhet të mos ham? Pse duhet të mos pim? Më preku, përderisa vinim në rrugës këndej nga Zvicra dhe një shoqërues imi gjatë rrugës timit më tregon se që ka bërë një intervistë në për qytetet të Kosovës me pyetjen, a agjeroni ju? Edhe një nga kalimtarët e ka thënë këtë përgjigje, e cila më rëndoi tepër dhe më bëri që pjesë të kësaj ligjërate ta përmend këtë rast. Përgjigja ka qenë kështu: nuk jemi në Arabine. Po kush të tha se arabët agjerojnë? Kush të tha se, si thash në fillim, është hadet shqiptarësh kjo? Kjo nuk është zakon arabësh. Kjo nuk aq bëhet vetëm në punët e arabëve, vetëm në tokat e tyre, vetëm në familjet dhe shtëpitë e tyre. Allahu thot, siç u bërë obligim atyre përpara jush. Ata përpara arabëve nuk ishin arab. Ishin qytetërime dhe kultura tjera. E pse tani vetëm arabëve duhet të linjet ky faj se duhet të agjerojë njeriu në shekull 21? Përgjigja se nuk jemi arab ne është shumë e gabuar. Edhe ne shqiptarët asnjëherë s'kemi qenë arab. Gjithnjë kemi qenë shqiptar. Mirë po sa herë që kemi agjeruar, ne kemi qenë ibadur rahman, ne kemi qenë musliman, dhe ajo është që na ka bërë ne dhe na ka motivuar për të vazhduar agjerimin deri në ditën e sotit. Të agjerosh nuk do të thotë të jesh një arab me shkretire. Të agjerosh
do të thotë të jesh një njeri shumë fisnik, të jesh një njeri shumë besnik, i cili dëshiron që me këtë agjerim të arrijë qëllimin e Zotit përmes agjerimit. E çka do Allahu me agjerimin? Çdo Allahu të bëj, çdo Allahu të arrijë me këtë obligim që na ka bërë neve farz. Vazhdon Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Që të jeni të devotshëm. Pra, këtu shihet shumë qartë vëllezër të nderuar, se agjerimi nuk është një hadet, një zakon fetar i thjesht, se agjerimi nuk është vetëm një akt i një tradite bestitnish, që njerëzit besojnë një bestitni, besojnë një diçka të mbinatyrshme dhe duhet t'i bëjnë kurban asaj një agjerim të mos hanë bukë dhe mos pinu. Pra nuk është një bestitni, një hadet, një zakon agjerimi. Agjerimi është një vendim shumë i vetëdijshëm hinar për ta bërë njeriu takwa, për ta bërë njeriu të devotshëm, për ta bërë njeriu të ketë dro nga kush, nga Allahu, nga Zoti i vet. Dhe përmes kësaj ai dëshiron të bëjë një lidhje që gjithnjë mundohen njerit ta shkëpusën, të vënë një lidhje dhe të mbajë një jetë një lidhje që çdo herë do të fuste harmoni në jetën e njeriu dhe do të fuste harmoni në zhvillimin dhe qytetërimin njerëzor. Ajo është lidhja Zot-njeri. Lidhje e cila nuk mund të mbahet e lidhur në qoftë se nuk do të kishim të bëjmë me njerëz muttaqin, në qoftë se nuk do të kishim të bëjmë me njerëz të devotshëm. Ajo do të bëhet e fuqishme vetëm në qoftë se do të kemi njerëz të cilët kanë brum për të pranuar mesazhin e Zotit dhe kultivuar këtë lidhje me të. E ata janë muttaqunët. Po a kemi nevojë për muttaqin? Në qoftë se pyetëm disa pyetje gjërë më tani. Ç'na do Zoti me agjerimin? Thamë se, la'allakum tattaqun, që të bëheni të devotshëm. Po ç'na duhen muttaqunët atëherë? Si, ç'na duhen muttaqunët? A kemi nevojë vërtet ne për muttaqin? A kemi ne nevojë për njerëz të cilët e kanë dorë Zotin? Për të përgjigjur në këtë pyetje, do duhesh të pyesim kështu. A kemi ne ose a nuk kemi ne nevojë për njerëz të besës? A nuk kemi ne nevojë për njerëz të fjalës? A nuk kemi ne nevojë për njerëz të cilët sakrifikojnë vetveten për të tjerët? A nuk kemi ne nevojë për njerëz të cilët nderojnë të tjerët? A nuk kemi ne nevojë për njerëz të cilët nuk i shkelin të tjerët? A nuk kemi ne nevojë për njerëz të cilët i vlerësojnë të tjerët? A nuk kemi ne nevojë për njerëz të cilët i duan të tjerët? A nuk kemi ne nevojë për njerëz të drejtë? A nuk kemi ne nevojë për njerëz besnik? A nuk kemi ne nevojë për njerëz të cilët e duan Allahun dhe duan njeriu pse e duan Allahun? Më thoni vëllezër, a nuk kemi ne nevojë për njerëz të besës në Tetov? A nuk kemi ne nevojë për njerëz të besës në Gostivar, në Maqedoni, në Shqipëri? A nuk ka qytetërimi sot nevojë për njerëz të besës? Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. E të gjitha ata, ai i cili e çon në vend fjalën e vet, premtimin e vet, wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Dhe është i ndrojtur nga Zoti. Allah i do ata që janë të ndrojtur nga Zoti. Që do të thotë ne kemi nevojë për njerëz besnik sot. E kjo besnikshmëri nuk mund të ujitet, të zhvillohet, të forcohet në qoftë se nuk buron nga Zoti, ose në qoftë se nuk frymëzohet nga Zoti. Nuk mund të ketë njerëz besnik në qoftë se të njerëzit vazhdimisht shihen elemente afrimi dhe respekti, të cilat me njëherë shteren motivet që qëndrojnë mbas atyre. Nuk mund të jetë besnik një njeri i cili vazhdimisht të donë nëse ka një interes. Nuk mund të amaj fjalën njeri i cili nuk e jep dhe nuk e mban fjalën Zotit. Muhamedi alayhi salatu sallam ka thënë se shenjë munafikut kush është? Idha haddatha kadhaba. Kur flet rën. A kemi nevojë në njerëzit për rënacak njerëz? Që asnjë muhabet nuk mund ta bësh atë, nuk mund të lidhësh fjalës së atij. Edhe kur e jep premtimin e shkel premtimin. Wa idha wa'ada akhlafa. Edhe kur e jep premtimin e shkel premtimin. A kemi nevojë për këto njerëzish? Edhe në të kundërtën pyetja,
A nuk kemi ne nevojë për njerëz të besës? A nuk kemi ne nevojë për njerëz të fjalës? A nuk kemi ne nevojë për njerëz të cilët e duan tjetrin si e duan vetveten? I duan tjetrit mirësitë që e duan vetes? A nuk ka thënë Muhamedi alayhi salatu sallam për ne, për këta njerëz për cilët flasim dhe të cilët duhet të ndërtohen përmes agjerimit? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk është besimtar njëri nga jush përderisa t'ia dojë vëllaut atë që ia do vetvetes. A nuk kemi ne sot nevojë për njerëz të tillë? Edhe ne sot mundemi të dëshmojmë se sa është vështirë t'ia duash vëllaut atë që e do vetes. Se njerëz të cilët e mbajnë besën, se njerëz të cilët e mbajnë fjalën, se njerëz të cilat ia duan njeriu tjetrit atë që ia duan vetes, sot janë të rrallë më shumë se kurrë herë më parë. Janë të rrallë. Nuk gjinde njerëz të këtill. Përpara ta bëjnë mal, ta bëjnë kodër, mirë po, mbas harojnë çka thanë. Harojnë se të thanë se të duan. Harojnë se të thanë se kemi respekt për ty. Ne kemi një bonton të papar. Ne dim të sillemi mirë shumë me fjalë. Formulojmë frazat të mëdha pompoze. Paraqesim një misafira, një shok në rrugë, nuk e di se ku. Mirë po, ajo shteret, ajo zbehet, sa po e kthen ajanën fytyrën nga ana tjetër. Dhe ne e lam dashurinë, ne e haruam respektin, e haruam nderin për të. A nuk kemi ne njerëz, nevojë për njerëz që sakrifikojnë për shoqërinë, për vendin, për njeriun, për individin? A nuk kemi ne njerëz të cilët din të respektojnë çdo një dhe para të gjithëve, prindërit? A nuk kemi ne nevojë për bashkëshortë të mirë në këtë kohë të ligë? A nuk kemi ne nevojë për një burr të sinqert me gruan e vet? A nuk kemi ne nevojë për një grua të sinqert me burrin e vet? Sot në këtë kohë, a nuk kemi ne nevojë për një grua që e çmon derin e burrit të vet? A nuk kemi ne nevojë për një burr që e vlerëson jashtë masën derin e gruas së tij? A nuk kemi ne nevojë për këta njerëz? Në qoftë se nuk do të kishim nevojë, më thoni o vëllezër, atëherë nuk duhesh të ta agjerojmë. E në qoftë se kemi ne nevojë për njerëz të këtill, në qoftë se kemi nevojë ne për njerëz të fjalës, në qoftë se kemi nevojë për njerëz të besës, në qoftë se kemi nevojë për njerëz të cilët sakrifikojnë për hir të tjetrit, në qoftë se kemi nevojë për njerëz të cilët japën përparësi tjetrit, në qoftë se kemi nevojë për njerëz të cilët e duan vetveten dhe e duan tjetrin ashtu si e duan vetveten, në qoftë se kemi ne një nevojë për njerëz të cilët vërtet i dinë zanatet e veta dhe i dinë profesionet e veta dhe nuk i marrin në çaf të tjerët, në qoftë se kemi ne nevojë për njerëz të cilët e ruajnë terminin dhe asnjëherë nuk e shkelin terminin, që hinë te besa, në qoftë se ne nuk kemi nevojë ose kemi nevojë për njerëz të cilët e dinë ta mbajnë fjalën dhe flasin drejt gjithnjë dhe të dëshmojnë drejt gjithnjë, në qoftë se ne kemi nevojë për njerëz të cilët nuk dinë të bëjnë intriga ose edhe kur bëjnë intriga, edhe kur bëjnë sherrë, dinë të kthehen në vetveten e tyre dhe thonë se jemi penduar. A nuk kemi ne nevojë sot për njerëz të cilët nuk bëjnë vrasje për një megje? A nuk kemi ne nevojë sot për njerëz të cilët mund t'ja lirojnë vendin xhamis pak më tutje ani se është toka e tij? A nuk kemi ne nevojë për njerëz të cilët dinë ta respektojnë mekamin e xhamis dhe mos i lëshojnë muzikë xhamis? A nuk kemi ne nevojë për njerëz të cilët vazhdimisht do të dinë të shmojnë njeriu si njeri? Në qoftë se nuk do të kishim nevojë, le të mos agjerojmë. A nuk kemi ne nevojë për njerëz të cilët dëshmojnë drejt? A nuk kemi ne nevojë për njerëz të cilët nuk shpifin? E Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Men lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Ai i cili nuk e le qawla az-zur, fjalën e shpifur, wal 'amala bihi, dhe të punojë me të, le mos e laj ushqimin, le mos e laj ujin, se Allahu nuk ka nevojë për ta lënë ai ushqimin dhe për ta lënë ujin. Pse duhet të rish jetur? Në qoftë se nuk di të motivosh nga kjo urije iqja, se dikushi nuk ka bukë, se dikushi nuk ka ujë. Në qoftë se nuk të kujton kjo pak se në këtë umet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka njerëz të përvuetur, pse duhet të rish uritur? Në qoftë se nuk të shkon ndërmend se në qoftë se ti s'mund të pish, njerëz pa dashur ta agjerojnë nuk mund ta shfrytëzojnë këtë nimet të Zotit.
Dhe të kujtosh hadithin Muhammed a.s. kur thot: "Men lem yahtam bi amri ummati", ai cili nuk ka dertin e umetit tim, falejse minni, ai nuk është prej meje. Në qoftë se të gjitha këto nuk ti bë, ti kesh në mend agjerimi, ç'na duhet etja. Etja nuk është agjerimi, nuk është për të na mbajtur neve të etur, për të na mbajtur të uritur, me barqe të bosh. Ai ka ardhur la'allakum tattaqun, që të bëheni të devotshëm. E të bëhej të devotshëm do të thotë të bëj njerëz të fjalës, të besë. Do të lexoj unë tani citate nga hadithet, nga ajetet që e dëshmojnë këtë. Bela men aufa bi ahdi, ai i cili e çon në vend besën e vet. Wattaqa, dhe është i devotshëm. Shiko kush e çon në vend besën. Bela men aufa bi ahdihi wattaqa, fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Ai i cili e çon në vend të përmbush besën e vet dhe ka adhuro Zotin, është taqi. E ki taqi duhet të ndërtohet përmes agjerimit. Fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Allahu i do ata që janë të devotshëm. Do të thotë, do qofse e analizon ajetin, Allahu e do atë që është i devotshëm sepse ai e bën dhe çon në vend besën e tij, nuk të shkel në besë. E sot ne shumë të lehtë kemi të shkelim njerëzit në fjalë, në besë. Dhe ne nuk di se i çojmë në vend sa duhet të manetet. Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ja ju ledhina amanu, eufu bil uqud, o ju besimtar, përmbushni kontratat. Kontrata, aqd, është ahd. Aqdi, të hënish në kontrat me dikë, është ahd, është besë. Dhe ne, a i përmbushim besat përmes kontratave tona, ju lutem. Ne bëjmë kontratë. Të lutëm Zotri, do të ma bësh shtëpinë kështu. E dua këtë material të jetë kështu. E dua të, a e dini ju sa na dështojnë neve kontratat? Eufu bil uqud janë elemente që kanë shumë mangësitë në besimtarët. Dhe neve me fatkeqësinë më të madhe e them, na ngel lakmi kur shkojmë në perëndim të njerëz të cilët nuk i thonë vetvetes musliman, mirë po i kanë këto vlera. Kur ta bie mallin, e bie si e ke të shkruar në kontratë, përmes pasës e porosit vllai i ndershëm. Përmes Amazonit e porositën, prej qoshit të Gjermanisë ta çon në Zvicër. Është ashtu si ta ka shkruar, dhe nuk është ashtu si ta ka shkruar, ke të drejtë t'ja kthesh. Dhe nuk ti merr paret pa mos ja kthyer mallin, pa mos u qenë ti i kënaqur me mallin. A janë këto elementet të ne? A funksionon kjo formë e kontraktimit mes nesh? A janë elemente ne kur shkon të blesh makinën të dikush të jesh i garantuar se makina i ka ato të meta ose ato të mira që i ka. Kur e shesim në shqiptarët makinën, më thoni, mund të shesim dhe tjerët, minë për e njof nga se e njof popullin tim dhe muhabetet tona, si themi ne? I kanë dalë do probleme makinës dhe unë duhet të shesten. Si, e shet pse ka probleme? Mirë, shite pse ka probleme. Mirë, po a je si Muhammed Mustafaja, ti që je umeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili i ri pa qenë pejgamber kur shkonte në Sham, çfarë bënte? A nuk ishte ai që i tregonte të gjitha të metat e mallit vet që i shitte në treg? A nuk ishte ai Muhammed alayhis salam? Dhe nuk ishte ai që na tha kur u bë pejgamber, men ghashana falaysa minna, ai i cili na tradhton neve, falaysa minna, nuk është prej nesh. Mos ma shit mallin që nuk duhet ta blej unë dhe nuk ta kërkoj unë. A nuk është kjo nevojë për ne sot, për qytetarët shqiptarë, që dëshirojmë të arrijmë këtë nivel, këtë standard përmes agjerimit duke bërë muttaqin. Nëse njeri i cili me të vërtetë agjeron imanën wa ihtisaban, ai i cili vërtet agjeron duke besuar thellë në Allahun Azza wa Jalla dhe me përkushtim më të lartë se ka obligim nga Zoti, dhe Allahu nuk më ka bërë këtë obligim për të bërë një besëtitni, për të bërë një zakon arabësh në shkretir, po për të ngritur vlera njerëzore dhe qytetërimet të mëdha vlerash përmes të agjerimit. Dhe ai tha se unë me vetë dijen absolute timen si Zot e kam bërë obligim për ju këtë agjerim, la'allakum tattaqun, që ju të bëjeni të devotshëm. E pse të bëj ju të devotshëm? Që të jeni njerëz të cilët dinë të kultivojnë vlera dhe dinë të jetojnë vlerat dhe të krijojnë mirëqenie përmes këtyre vlerave. E jo njerëz të cilit ke ti vështirë t'ja blesh diçka, se sa do të arrish në shtëpinë tënde do mbetesh i dëshpëruar me një tërzi, s'ta ka çepur mirë.
s'ta kalar mirë. A kemi në hemisko këtu, shko qoje, edhe në qofë se ta dëmton teshën, a është në gjenje të garantoj dëmin që të ka bërë? Apo të duhet të zihesh në dyqanin e ti? A duhet të bësh hërë në dyqanin e ti? A kemi në nevoj për katilin në vendin tonë? S'kemi nevoj. E para disa ditësh se të viju në Gosivar, në tokën në Gosivar ka ndodhur një vrasje. Pse janë vrarë? Del njeriu me hekri i mshon makinës dhe zdripa e vëret me pistolet. Po pse kështu vëllezër? A nuk je ti që agjeron? E Muhamedi jon i madh sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha kana yawmu sawmi ahadikum fashatamahu ahadun." Në qoftë se dikush nga ju agjeron dhe e shan dikushi, falyakul, le të thot: "Inni rajulun saimun." Unë nuk mund të shaj. Jo se s'di. Inni rajulun saimun. Unë jam agjerueshëm. Inni nadhartu lirrahmani sauma. Si tha Merjemi, unë i kam dhënë besë, Allahut i kam premtuar agjerim. Fala nukallima al-yawma insiya. Dhe si flas njeriu sot. E jo më të shash dikë. Dhe sharja ite të bëhet rast për të lënë jetim pas. Ja ibadallah, a nuk kemi në nevojë për agjerimin? Dhe më thot dikush në rrugët e qyteteve tona se nuk kemi arab, ne të agjerojmë. A nuk është ai që thot se nuk kemi arab nga ata që trompetojnë pandal në për media se ne duhet të kemi njerëz me karakter të hekur, të fortë? Po kush ka karakter më të hekur se një shqiptar tetovar, një gostivar, dhe një Prizrenës, një Prishtinës, një Tiranas, që vetëm di Allahut që qojnë në vend fjalën, duke ndetur sa orë, pa ngrënë, pa pi. A nuk ka njeri, a ka njeri më të fuqishëm se një i cili unë di nga ki popull, njerës që më kanë thënë, më kanë ratë të fikt në Zvicër, duke shtruar asfalt me 50 gradë për fundi, 30 sa prende, 80 gradë më kanë ratë të fikt, dhe jam zgjuar, nuk i kam prishur agjerimin. A nuk i kemi ne baballarët tanë që këto fushat të pologut me çfarë i kanë punuar? Agjerueshëm. Kush? Ata shqiptar me kërulka, ata shqiptar me sëpata e me opinga, ata shqiptar me tersh të leshta, dhe me atë vesh si kur të kujtojnë se edhe ata janë me në ashabi suffe. Shqiptarët tanë të dashur kanë kultivuar vlerat më të mëdha të gjithërimit islamik dhe njerëzor në këtë nëngjell. Dhe sot erdhi radha jonë. Fa khalafa min ba'dihim khalfun la yadruna mal kitab. Unë s'duhet të përfundojmë ne këtu. Dhe erdhën pas tyre njerëz të cilët nuk e dinin se çka është libri. Është në rregull. Thumma kana akibata alladhina asa'u su'a. Dhe më pastaj erdhi radha atyre të cilët bën punë të këqija. A duhet të jemi ne trashëgimtar të baballarëve të mëdhenj që do të tradhtojmë trashëgimin dhe kulturën e tyre? Të mos jemi të denjë të vazhdojmë kulturën e tyre me të utje. Ne që jemi bit e gjakut të tyre. A kemi ne më vështirë apo e kishin ata? A kemi ne më rënd apo e kishin ata? Kur ka qenë të tova me nxehtë, sot apo atëherë? Sot ti klima ke në xhami, klima ke në shtëpinë tënde, klim ke në makinë, ndërsa ai me karrocën e kuajve është dashur kilometra të shkojë përpara diellit. Edhe fetfaja o xhollarëve tanë të mëdhenj ka qenë kështu. Në qoftë se ju do t'ju rëndon të agjerimi duke punuar në për arë, në për fusha, të ne e Vardari, shembull, dhe ku keni lumej, mund të futeni pak dhe me njëherë të dilni nga uji, mos ju marrë shumë uji trupi. Shihni çfarë vlerë. Edhe e qonin vendet o këtë fetfa apo jo? E qonin. Si u thoshte hoxha, si u thoshte efendiu dhe me respektit më të lartë e qonin në vend fjalën e tij, pa i paraj, pa i dituraj. Këto ishin baballarët tanë.
Edhe ne sot kemi nevojë sërish për një agjerim I cili do të na bëjë neve si baballarëve tanë. Do të na bëjë neve amena wa saddaqna të themi përpara Zotit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E jo kush është transmetimi, si është transmetimi, si është logjika, pse është logjika, pse është hikmeti, po ç'të duhet hikmet? Ç'të duhen dobit fizike, trupare nga agjerimi? A nuk është ball për ti që ai është fars I bërë nga Allahu azza wa jall? A nuk është ball për ti të agjerosh pse Zoti do të agjerosh? A nuk është ball për ti se të ka bërë ai që e do obligim agjerimin dhe ti duhet për hir, për hatër të dashurisë që ke për të çosh fjalën në vend të atij që thua se e do. Pse kërkon hikmete? Pse kërkon dobi? Ne të gjitha I dim sot, dobit trupare, dobit shpirtërore, dobit fizike, dobit materiale, dobi e varg të pafund dobish. Ndërsa njerëzit me gjithë këto njohuri të gjerë që kanë për këto dobi, sërish të thonë, ne nuk jemi arab. Në qoftë se vëlla I dashur, do të duhesh të agjerosh, dhe të kesh një motiv pse do të agjeroje, ky motiv është ky, se Allahu I do ata që janë të devotshëm. E ata që janë të devotshëm ndërtohen përmes agjerimit. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. E ata që janë muttaqin kush janë? Alladhina yunfikuna fi s-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Në qoftë se do të më lejohesh të zbuloja dhe një sekret dhe një simpati për imamin tuaj këtu sot, që më ka bërë të njifem me të. Ajo është bujaria e tij gjatë studimeve me shokët e vet. Allahu thot këtu: Alladhina yunfikuna fi s-sarra, ata të cilët japën pasuritë e veta fi s-sarra, kur janë mirë, wa d-dharra, dhe kur janë keq, wal kadhimin al-ghayza, dhe ata të cilët frenojnë veten, kanë temperament të hekurt, kanë karakter të hekurt, e mbajnë veten, wal kadhimin al-ghayza, wal afina 'anil nas, dhe ata të cilët u falin njerëzve, wallahu yuhibbul muhsinin, Allahu I do ata të cilët janë bamirës. A nuk do të doj Zoti, të bësh taqi, edhe të thotë wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. A nuk ka interes, a ka interes më të madh se ky për të agjëruar? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dhe shpejtoni, nxitoni, vraponi te falja e Zotit tuaj. A nuk kemi nevojë ne për falje? A besojmë ne për Yawmuddin? A besojmë ne وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. A beson ti një ditë që duhet të japësh zhevap për veprat tua? Për veprat tua në këtë dinja që me halal nëse I ke bërë të gjitha veprat tua do të japësh një llogari të rëndë. E në një hadith Muhamedi a.s. ka thënë kështu: wa ma tasna'u bid-dunya, e çdo të bëjsh ti me dunjan tënde, halaluha hisabun, që halali I saj, atë që ke bërë me halal është hisab, llogari e vështirë tek Allahu. Fillimi I hadithit është se një njeri do të merret një njeri në botën tjetër, të nxirret përpara Allahut azza wa jall, gjithë pasurinë e ka fituar me halal, gjithë pasurinë me halal e potencoi edhe një herë. Jo siç ndodh në kohët tona, siç është e zakot në kohët tona. Me halal e ka fituar gjithë pasurinë, dhe kur do të vi të jep hisab, do të pyetet për çdo dinar, ku e ka fituar dhe ku e ka harxhuar dinarin e halalit. Për gjithë jetën tënde, sa vite ke jetuar? 80 vite. Po sa dinar, ku e din ti se sa dinar ke filluar, ke fituar dhe I ke harxhuar? Do të pyetet për gjitha këto me halal. A është vështirë a lehtë? Ti dje nuk e din se ku e ke çuar pasurinë tënde. E jo më gjatë gjithë jetës. Shumë e vështirë. Ana ka thënë mas tasna'u bid-dunya, është mund çdo të bësh me dunjan, halaluha hisabun, halallu ku I saj që fillon me halal hisab është llogari e vështirë,
wa haramuha adhabun, ndërsa harami është azab. E a nuk ke nevojë tani për këtë vesari u ila magfiratin min rabbikum, dhe shpejtoni te falja e Zotit tuaj për këtë hisab dhe për këtë azab që do të vi. Deri kur? Ne mund të vazhdojmë me këtë avaz derisa na vi yaqini, hatta etana al-yaqin, derisa na erdhi yaqini, vdekja. E kjo do të na vi. Kur do që të vi? Do të vi. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Ti Muhammed je I vdekshëm dhe ata janë të vdekshëm. Të gjithë do të vi një ditë, do të japim hisab. E atëherë këtë hisab nuk kemi nevojë për falje. Kemi gjithsesi. Atëherë sari'u ila magfiratin min rabbikum. Shpejtoni të falë Zotit tuaj. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dhe xheneti gjërësitë të qiellit janë sa qielli toka, uiddat lil muttaqin, janë përgatitur për muttaqinët. E Allahu kur do ti të jesh I agjerueshëm, do të bëj taqi. Pse të jesh taqi? Që të fuhet në xhenetin që e përgatit për muttaqinët. A sheh se sa të do Zoti? Si do të flas Zoti më qartë të thoj se të dua? Dhe ende ti I thua Zotit dhe më thua mua, e I thua një vëllau tjetër, të agjerojmë. Pse të agjerojmë? Nuk jemi në Arabi. A nuk do të futesh në xhenetet të Zotit? A nuk je I kënaqur me Zotin, me Allahun? Atëherë një hadith kudsi Allahu thot kështu. Është shumë të nditës hadithi. Men lam yarda bi rabban, ai cili nuk është I kënaqur me mua për Zot, falyabtaghi rabban siwai, le të kërkoj një Zot tjetër përveç meje. A do të gjejmë Zot tjetër përveç Allahut? Mund të bëjmë idhuj sa të duash, një idhuj të madh mes të tavës, më të madh se kriqi në shkup. Bëje sa të duash. S'është Zot ai. Atëherë, a nuk do të jesh I kënaqur me atë që është Zot, me Allahun xhalla fil ula, dhe të jesh I kënaqur me këtë agjerim që të ke bërë obligim. Dhe thosh, me këtë agjerim raditu billahi rabba. Jam I kënaqur me Allahun si Zot. Wa bil islami dina, dhe me Islamin si din, si fe. Wa bi Muhammedin nabiyan wa rasulah, dhe me Muhammedin si nabi dhe rasul. I kënaqur sot përmes këtij agjerimi me këtë Zot të madh, I kënaqur me një Zot si ky, I kënaqur me një nebi si ky, se nuk do të gjesh më të mirë. Do të kalosh jetën në kërkime, dhe në fund do të kthehesh I dëshpëruar, e I mërzitur, e I përzën në vetmi nga të gjithë. Atëherë s'të preta Zoti, se ti ikin nga ai, e si ti presa njerëzit që ikin prej ti. Allahu po të dëshironte, do të na bënte neve të gjithëve musliman dhe vazhdimisht në sejdë si melek të rinim atij. Ai po të dëshironte, do të na bënte neve të vrapojmë pas tij. Mirë po e na la neve në dorë këtë, që a do të mund ju përmes kësaj vlerë të agjerimit të ktheheni nga unë. A të mund ju përmes kësaj thirrje të dëgjoni thirrjen time e të ktheni fytyrat nga unë. A do të mund ju përmes këtij namazeve të ktheheni nga unë. E në qoftë se nuk do të mjaftonin të gjitha këto shenja që të shojnë nga Zoti, atëherë vazhdo, ik prej tij. Mirë, po ku do të shkosh? Yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar, kalla la wazar. Të gjithë njerëzit një ditë do thonë, ayna al-mafar, ku të ikim? E ata që Islamin e quajnë të huaj në tokën e vet, një ditë do të thonë, ayna al-mafar, kalla la wazar, ila rabbika yawma idhin al-mustaqar, yunabbahu al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar. Bel l'insanu ala nafsihi basira, walau alqa ma'adhira. Do të thonë të gjithë ata që sot nuk janë këtu, një ditë që ikin nga Zoti, do të thonë atë ditë, ayna al-mafar, ku të ikim?
Kalla, s'ka ikje. Ila rabbika yawma idhinil mustaqar, te Zoti i të shkrimi sot. Kalla idha balagati taraqi wa qila man raq. E një ditë kur të vinë në fit do të thonë njerëzit man raq. Kush do ta shërojë? Kush do të shërojë? Kush do të shërojë? S'ka mjek më, s'ka terapi më, s'ka hemoterapi më. Ka erdhur koha ti kthesh me likut tënd të mbretit tënd, xhebarit tënd, kaharit tënd. Ati që të shojë këtë Kur'an famëlar, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, ki libër është që janë shëshitur ajetet dhe janë shpjeguar nga kush? Hakimi, nga jurti, khabiri, që ka njohuri për çdo gjë. Në ky Zot të ka ardhur një libër i madh. Dhe ky libër i madh kaq shkurt të thot, dhe kaq thjesht, dhe me kaq modesti, pa trompetime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O vëllezër, s'do të dëgjoni thirrje më të sinqertë se kjo ndonjëherë. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, kutiba alaykumus siyam, u është bërë juve obligim agjerimi, po nuk jeni të parët që t'janë kohën i Allahut. Pse ne të parët? Nuk jeni të parët. Kema kutiba ala alladhina min qablikum, si është bërë obligim atyre shumë shekuj për para jush. La'allakum tattaqun, që të bëheni të devotshëm, jo për mua të agjeroni, thot Zoti. La'allakum tattaqun, që ju të bëheni të devotshëm. Në këtë muaj شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Është huda, vërtet Kurani për ne. Është huda, Kurani për ne. Është bayinatin min al-huda, Kurani për ne. Është furkan, Kurani për ne. Një Kur'an që nuk është një libër i thjesht. Nazala bihi ruhul amin, që ruhul amin e ka zbritur atë. Jo dikush pak e shumë, jo një kryetar një mahalle, jo një kryetar komune, e jo një kryetar shteti, nga Zoti, edhe me postjerin më të madh të gjitha gjallëseve dhe të kohra, ruhul emin zbriti te ti, ki Kur'an famlar. Edhe ki të drejtohet të kthesh nga ai në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, sa është bayinatin min al-huda, sa është bayinat, shpjegim nga udhëzimi, wal furqan, dhe është dalluesi të mirës dhe të keqes. Ai marrin vërtet vlerat në nga Kur'ani, apo kërkojmë nga një sociolog, nga një pedagog, nga një filozof i etikës, nga një filozof diku në përbotë kërkojmë, nuk e dim ku është. Me shkrime argumentojmë me shkrimin njerëzish. Ka thënë filani kështu, punë e madhe. Filozof arabisht do thot hakim. Allahu thot fussilat uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin. Janë mbledhur e janë shëshitur ajetet e tij si libër. Min ladun hakimin. A thamë çfarë ishte hakim? Çfarë ishte hakim? Hakim është fjalë term për filozof në arabisht. I urt shqip. Një libër që kanë ardhur nga i urti. Allahu, ai është i urt. Tjerë kanë marrë emrin i urt nga urtësitë e Zotit. Ai është burrimi i urtësisë. Dhe nuk mjafton të themi pse ja shqiptare keni obligim Ramazanin, të themi ka thënë Hakimi Khabiri dipika.
Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun amanna wa saddaqna. Hada usas ukri. Kur do të vijë kjo ditë? Ila meta, thot Allahu në disa kutub munazzala, do ta përfundojmë, më falni që zgjatëm pak. Abdi ila meta hadha tamadi, deri kur o robim do të ikësh nga unë? Ja abdi ila kam hadha al-isyan wa nagdhuka bi ihsani, deri kur do të më bësh gjinah mua, do të ikësh nga unë, e unë të ushqej me ihsanin tim, me mirësinë time. A hangre si firë, më thuaj? Kush të dha si firë? A pret iftar? Nga kush e pret iftarët? Pret të pish ujë. Kush e mban ujin? E farajtumul ma alladhi tashrabun, antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun. A e shihni ujin që e pini, sillni ujë, e shihni ujin që e pini, a ju e zbritët nga ret, apo unë, ne e zbritëm, thot Allahu Azza wa Jalla. Ku shëruan penën të mostahet, ti. E farajtumul ma alladhi tashrabun antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun. E farajtumul nar allati turun. A e shihni zarmin që e kallni, që duhet ta piqni bukën. S'ka fura pa zjarr. A e keni para zjarë dhe Allahu Azza wa Jalla? Antum ansha'tum shajarataha. A ju e keni ngritur, ju e keni zhvilluar, ju e keni bërë drurin e tij. Em nahnu al-munshiun, apo ne e kemi bërë, thot Allahu Jalla fil ula. I bëri gjitha Zoti. A ai të thot, deri kur do të vazhdosh të më bësh gjinaf mua, të ikish nga unë, ndërsa unë të ushqej me ihsanin tim. La tastahi, a nuk turprohesh nga unë? Tadhkuruni fi shadaidi wa fi rrakhai tansani. Më lutesh kur ke vështirësi, ndërsa kur je mirë më haron. La tastahi, a nuk turprohesh? Si mund të harrosh Zotin sot me gjitha këto mirësi? ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Këm banë në xhamit tona, këtu në të tafë, sigurisht e lexoni mas namaz sabahit, la yastawi ashabun nar wa ashabul janna. Çdo ditë në tokën tonë të ndryshme shqiptare islame, فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو. دريكور إلى متى هذا التواني؟ دريكور deri sa të në vijë yaqini, vdekja. E kur të në vijë vdekja, atë në shkryjë shka. Le të jetë ki Ramazan vëllezër, për të ndërtuar ki agjerim muttaqin, e përmes kësaj që dhe bëhemi takva, të him në të xhenet, të gjërësitë të tjerë janë gjërësitë të cilëve janë sa qetë dhe toka. E të jetë Allahu i kënaqur me ne, dhe të jetë i themi si ka thënë pejgamberi. Deri kur do ta gjërojmë? Rabbi litarda, derisa ti të kënaqesh me ne. Shumë hatme kemi këtu dhe më obligoj imami të bëj një duat të shkurtër të përgjithshme hatmesh dhe t'i përfshim të gjitha duat këtu. Lusë Allahun Gjelle Gjelalu që t'ua bëj kabul. Ki hadet, kur mos u hub nga toka jonë, jo për para. La uridu minkum ajra, nuk duam nga ju as një ajr, as unë as imami. Për munasebet do të them këtë. Në qoftë se nuk janë këto letra, nuk do të vdisnin këto shalla. Ebedi ebeda. La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi. Inna alejna jam'ahu wa Qur'anahu. Fa idha qara'nahu fattabi' Qur'anahu, thumma inna alejna bayanahu. Mos e majnë këto letra dhe para tuaja Islamin në kin.
ose ma në Kazakistan, në Uzbekistan, në Sibir. Kush i mban ato? Allahu Jalla fil ula. Por jo për interesat ton, mos u humbshin këta shkrime, dua për hatme, Allahu Akbar. Ne duhet t'i shtojmë të shkrime. Imamët tanë të mëdhej sot jetojnë, më ka mbetur lakmi kur kam parë në Pakistan, hatmja e Imam Buharit. Shikoni, jo hatme të Kuranit, bëjnë hatme Buharin. Ne duhet t'i shtojmë to letra, kam bërë hatme Buhari Sherifin, a bën të bëjmë një dua, jo vetëm dua për Kuran, duhet t'i shtojmë hatme. Dhe nuk na bëjnë bidatxhi këto, na bëjnë dhakirin e lillahi këto, shakirin e lillahi këto, abidin e lillahi këto letra na bëjnë neve. Dhe Allahu i bëft të mira e të begata, i pranoft të gjitha duat dhe atyre vëllezër cilat kanë lexuar librin Allahut në këtë muaj të bekuar të zbritjes së këtij libri. Allahu me çdo shkronjë, ish për vetë me 10, 100, 700 sa din Allahu në hesapin e vet. Sa ai ka thënë ana jalisu man dhakarani. Unë jam në mejlisin atij që më kujton, ai që ka bërë hatme, nuk ka kujtuar Allahun azza wa jall. A nuk e ka patur nëse hatme i ka shkruar një xhamati ton 10 ditë ose 15 ditë, a nuk e ka patur xhelis Allahu xhalla xhelaluhu në atë hatme të vet. E ka patur. Andaj Allahu a bëft kabul dhe i shtof mejliset ku lexohet fjala Allahut azza wa jall. Dhe inshallah asnjëherë nuk mungojnë këtu. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وبحرمة ختم القرآن الشريف واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وبحرمة ختم القرآن الكريم واعف عنا يا الله يا كبار يا كبير يا جبار واجعلنا من أصحاب اليمين واجعلنا من الذين تحبهم وترضى عنهم يا رب العالمين اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشف مرضانا واصلح ديننا ودنيانا ولا تسلب وقت النزع إيماننا برحمتك يا أرحم الراحمين وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وبحرمة ختم القرآن العظيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا الحساب اللهم يسر لنا الحساب اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين واجعلنا من الذين تحبهم وترضى عنهم يا رب العالمين اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا حفرا من حفر النيران برحمتك يا كريم يا رحمن بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وبحرمة ختم القرآن العظيم اللهم ربنا يا ربنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك تسمع دعاءنا فاستجيبها يا رب العالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضاء لله الفاتحة الحمد لله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدع كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وسيد الأتقياء ومخرج الأمة من الظلمات إلى النور والضياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله ومن والاه أما بعد فيا عباد الله يقول عز من قائل في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ويقول رسوله الكريم إن الله يحب الملحين في الدعاء صدق الله وصدق رسوله الكريم
Në qoftë se duhet të flasim për agjerimin, nuk do të duhet të shkëtorim më shumë se sa të lexojmë këtë jetë, me të cilën e përfundon Allahu xhalla xhelaluhu rëfimin për agjerimin për muajin e Ramazanit dhe thotë: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون." الله. وإذا سألك عبادي. Shikoni dhe të ndeshëm se çfarë thënë nga Zoti. Ti dikush e kërkon Zotin si mund të hanë shtatë gatije dhe ngresën ta dëgjojë, ai thotë: "E po do të pyesin në robët e mi për mua, thua ju, unë jam afër." Allah. "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun." E kur të pyesin robët e mi për mua, unë jam afër. "Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." I përgjigjem lutësit kur më lutet. "Fastajibu li." Andaj më përgjigjeni mua, andaj përgjigjuni mua. Pse? Për në një dobi që ka Zoti. Aja është gani. Hua është gani ju antumul fuqara. Aja është gani i fuqish, i pasmi, absoluti, që çdo gjë në tjetër pa shtëpi, vetëm e ti, as kujt tjetër. La sharika fil mulk. S'ka asnjë sharik, asnjë ortak në mulkun e vet të ballë. Aja është gani ju antumul fuqara. E u njëri të fukarën. E me këtë fukarë nuk duhe, nuk mund të shtoni Allahu me një dua duhe, me një sadaka duhe. Por fastajibu li, me përgjigjuni mua, që ju të jeni të udhëzuar. Ju sërish, ke ju dhe ajo që i përgjigjemi Zotit. Sa herë që i përgjigjemi Allah, kthehemi tek ne. Kjo prezencë namaz shmas, shka i kështuar arshit Zotit dhe fronin të ti. Shka i kështuar kursisë së Zotit, asgjë fare ishte. Dhe me duat që i bëjmë atit të na japë, çfarë i mungon Zotit në qoftë se na jep. Ajde kështu. Ja ibadi, o robët e mi, lau ishtama'a jinnukum wa insukum, sikur të gjithë gjinët nga ju dhe të gjithë ju njerëzit sa jeni, fi sa'idin wahidin, të bëhen në një vend, në një mahsher, bëjnë një mahsher, një open air, me njerëz të venduar. Fasa'alani kullu wahidin minkum mas'alatahu. Edhe çdo njeri nga ju ma kërkon atë dëshirë që ka. Fa'ataytuhu mas'alatahu. E unë ja jap që më lutet. Lam yanqus dhalika min mulki shay'a. Asgjë nuk pakon nga mulki i Zotit. Illa kama yunqus al-mikhyatu alladhi umisa fil bahr. Aq sa pakon do të në qoftë se një gjimper do ta mirim ta shtirë në vetë të tjerë shpar. Sa mund të marrë gjimper që ta pakojë pushtetin e Zotit. Hiç fare. Prezenca jonë në rrugën e Zotit nuk e shton pushtetin e Zotit. Dhe lartësia jonë nga fjala e rrugës e Zotit nuk e mangëson pushtetin e Zotit. Ai gjithnjë ashtu si ka qenë, ai s'ka nevojë për asnjë, ai është gani. Dhe në thot neve, fastajibu li, më përgjigjuni mua, la'allahum yarshudun, që ju të jeni të udhëzuar. Udhëzimi i Zotit kush është? Mirëqenia është udhëzimi i Zotit. Mos e kuptonim këtë udhëzim të Zotit vetëm këtë punë në xhami. Udhëzimin e Zotit mundu me pak fjalë në udhëzim ta themi. Udhëzimi i Zotit do thotë në qoftë se ti do të jetojë në rrugën e Zotit, do të bëni një ndryshim njerëzor që bën sahabët Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata ndërtojnë kulturën më përparimtare, më të fuqishme të kohës, në sajtë të udhëzimit. U bën të fuqishme. Ky udhëzim, ja dha udhëzimin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu të thotë: "Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil-Islam." Ne jemi popull që Allahu na ka forcuar me Islam. Faman ibtagha al-'izzata bighayri ma 'azzara Allahu bihi.
ai cili kërkon izzet, krenarin, fuqin, forcën, bigajri ma azan Allahu bih. Përveç kësaj me cilën e ka forcuar Allah, edhe lehu Allah, edhe pështrojë Allah. Pra, le t'i përgjigjim Allahut në këtë Ramazan. Le t'i lutemi atij sa është afër, ai dëgjon lutjet tona. Ai është që i sheh si tanë krejt e mikësirë. Si ta Musa Harun. Inni ma'akum asma'u wa ara. Unë jam me ju, dëgjoj dhe shoh. I tha Musës shko te Firauni që da firësh në rrugën time. Ai tha kam drosë mos më vrasin. Allahu përfundon në jetin. Inni ma'akum. Unë jam me ju. Unë jam me ju. Asma'u wa ara. Dëgjoj dhe shoh. Si mund të vrasë? Përde sa unë jam me ty dhe dëgjoj dhe shoh. A nuk është Allah me ne dhe i dëgjon me gjithë tonë. A nuk është Allah ai që e sheh të mëshkis tonë. Ai që e dëgjon me mëshkisin tonë. Ai dëgjon dhe i përgjigjet gjithësor. Andaj le të bëjmë atë që thot Muhammed sallallahu alaihi hadithin që citova. Thot kështu: Inna Allaha yuhibbul mulihin fi du'a. Allahu i do ata që kërkulin në dua. Wa idha da'a ahadukum, e kur lutet do njëri ka ju Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, falyu'zim rabbatah, le të bëjë një lutje, një dëshirë të madhe për para Zotit. Fa inna Allaha la yata'azamu alayhi shay'un mimma ata. Se Allahu nuk i bëhet të madhe një gjë që jep atij. Sa do të kesh kërkesë një gjë të madhe. Bëre kërkesë të madhe Zotit tënd. A janë Zotit Zot prave, nëse ka dikush Zot, do t'i themi ne se ne e kemi Zot atë që është Zot, mi çdo Zot që beson njeriu si Zot. Ai është Zot. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wash-shahadati, huwa ar-rahmanur rahim. ألا إن أحسن الكلام وبلغ النظام كلام الله الملك القادر العزيز الأعلى كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخام الشأن صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا آمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء